Profesor, një ndeshje me shumë emocione, barazojmë në 2-2 në sekondet e fundit dhe më pas fitojmë me penalti. Si e komenton këtë përballje? Normalisht se jam I lumtur për shkak se nuk e bëm ndeshje perfekte, pranuam dy gola të cilët njëri ishte Eurogol dhe tjetri ishte totalisht I evitueshëm, por më pëlqen shumë karakteri I skuadrës, nuk dorëzohemi deri në minutën e fundit dhe rëndësi ka kualifikimi dhe normalisht tani ndeshjen e ardhshme duhet të tentojmë edhe finale. Kualifikimi në gjysmëfinalet kupës na lën në garë për 2 trofe, si kampionatin, ashtu dhe kupën. A mund të jetë ky një moment shtesë për motivim brenda grupit për të vazhduar të luftohet akoma më fuqishëm? Patjetër është një motiv I madh se përket plasmanit gjysmë finale, për shkak se ne akoma mbetemi në garë për 2 trofe dhe është e rëndësishme që të japim maksimumin deri në përfundim kampionatit, të respektojmë çdo ndeshje edhe pse ndihet një lodhje e vogël te ekipi, veçanërisht disa futbollistë, por kjo është e normale pas shumë ndeshjeve të zhvilluara, për shkak se siç dihet edhe nga gjithë opinionin e luajmë çdo 3 ditë, por kemi një fond futbollistëve të shumë të mirë dhe shpresoj që edhe ditën e shtunë kundër ekipit të Maqedonias, domethënë do të bëjmë paraqitje të mirë dhe dalim me rezultat pozitiv.